dollëm me profesorin, të qaj kryqi, që tash që met Mitrovicë veriore, atë u ko Mitrovicë e Kosovë, të qaj kryqi, une me profesorin Shqip e kum këndu kongën Shqip, valle, me ndonësat, nërmane, oj zoge. Gjimnazin e 8, Osma Beogradska Gimnazia. Edhe kum kry gjimnazin, klasën e 8 në Beograd. 8. E morra diplomen pja qejt, kom dalë që desha e kisha vullnet arsimin, kom shur Mitrovic të Kosovës, shkolla Hasan Alia. Ishte normalja. Me atë diplom jom shku normalen Hasan Alia edhe kum krye normalen Mitrovic për asimtar. Te qaj kryqi, a bon me thonë, Mitrovicës, dollëm me profesorin, te qaj kryqi, që tash që met Mitrovicë veriore, atë u ko Mitrovicë e Kosovë, te qaj kryqi, une me profesorin Shqip e kum këndu kongën Shqip, valle, me ndonësat, nërmane, oj zoge. Pia ty tani kom marrë në arsim, jom dalë, jom punësuet që thash në Velekinës, punova në shatin tim, dola në Burinës, pi Burinës e trash në Pasjan, drejtoria ishte Gjiloni drejtorie pasionit, edhe drejtori ishte Serb. Drejtori Serb, tani erdhë puna, punova në Pasjan me klasë të 9, pi pasionit, erdhë situata më ndryshuj, në fund më me të reguë, dola mësus më largun pi pasionit, dola mësus me jeta kom shku në Kaçanik. Pi Kaçanikim kanë qënë Kotlin të Kaçanikit, jom pranumë, edhe në Kotlin të Kaçanikit. Kotlin të Kaçanikit, atë të ndra punova një vjetë Kaçanik, apet puna më dalashit më ndryshoj, kom shku në Slovi të Kosovës. Slovi, komuna Vitiv, edhe aty një vjetë punova, edhe aty u larguan, dola në Stubull. Pi Stubullës, rash në Remnik. Pse që ato shqatra më largun, për ju të regoj, që ishke problemi, ka qenë vërtetën, urdhin për shkollës e patum, që për shembull kur vjen muji i Ramazanit, mi shtin dontat me pi ujë. Po, me pi ujë. Edhe unë ju më konë krefur, e këtë vërtetën. Edhe Ramazani, unë e vetë dola një nushëm. Qysh mi shtin dontat e mi? Unë e vetë isha një nushëm. Ajtë, shokja nisë më thirë drejtori serbishke, hajde sinane me hongër aty. Po një nëshe e lajmerun Lazda Stefanovic u konë i komitetit Gjilonit. Po, te shpia. Kur shkova aqe qysh mi shtiun e në zonë të Kaçanik, i klasën e kum pas burrat me shok me musteqe. Qysh gudzojun atina mi thonë, Ramazani erë, me thonë, hajde pi ujë, ku gudzoj. Bile e patani fjallin e kuririt, kur dullëm pushim, kuriri Ahmet Shyti i tha, çfarë zotni mësuesi na ka ardhur, se ne zotni mësues një herë në kohën e komunizmit, zotni mësues na thëshin. Çfarë zotni mësuesi i tha na ka ardhur me marrë në xhep pashti mos e lasha. Unë 17 ai burri me musesi me shoka. Pi aty erdha, shkova në Slovi, qashtu më ndodhi, erdha në Viti, dola Stubull, edhe për aty më largu. Kur më largun për Stubullës, sa me bo u lodha të më largu, e ku marrë e ku më qitë lutjen në Remnik, po du mu pranu lidhjen komuniste. Që nga rinia, Sinani ja kushtoi jetën bujqësisë. Ai thot se puna e tokës ka qenë gjithmonë një punë e ndershme dhe e vlefshme. Unë i vogël me babën kum punue. Fillin kur kam qenë i vogël kemi punu. Tani vjet ju në arsim isha, bile shumë herë ka ndodhë, edhe unë marsha lej për shkollës asha e punesha. Bujqësinë e kum punu për vogëlimit. Qysh i vogël. To vëni. Edhe tani aktu, këto që i ku mjellë, to bujqësi që i ku mjellë, to tani edhe në arsim, edhe nuk e kum lanë hiq.
Çka ki të mbjellun a gjagj, apo na tregon? Po kom shpeta, mbjellë dreza, qep, po i mbjellë patate, mbjellë hudra, mbjellë të gjitha qëto